thirrja e ezanit në veshjen e djathtë. Siç transmetohet se Muhamedi alayhi salatu wassalam kur lindi Hasani e mori dhe ja thiri ezanin në veshjen e djathtë. Urtësia e kësaj është që fëmiu prej ditëve para të mësohet të kuptojë se Allahu xhalleshanu është më i madhi për ta. E duhet të jetë më i madhi. Dunjaja është e mirë, është e madhe, pasuria është e mirë, është e madhe. Por kur fëmiu mësohet me këto fjalë, Allahu Akbar, atëherë prioriteti më i kryesor i fëmiut do të jetë se Allahu është më i madhi dhe fjala Allahu xhalleshanu do të jetë më e madhe për mua. Dhe kur kështu mësohet fëmiu, atëherë nuk ka pasuri, e nuk ka bukuri, e nuk ka shtëpi që mund ta sprovoje, mund ta veri në provë fëmiun që t'i lane obligimet që i ka ndaj Allahu xhalleshanu. Respektivisht, kur fëmiu mësohet se Allahu i madhruar është më i madhi, nuk ka provë që mund ta gjunjëzojë fëmiun, nga se e din se në çdo sprovë, pa qoftë edhe shumë e madhe, Allahu është më i madh. A kemi menduar ndonjëherë se obligimi i parë ndaj njeriu përderisa hyn në pubertet është falja e namazit? A ke menduar ndonjëherë vëlla i dashur se fjalët që më së shpeshti i themi në namaz nuk është leximi i Kuranit, por është fjala Allahu Akbar. Në çdo ndrim të gjendjes tonë ne themi Allahu Akbar. Pse? Nga se Allahu xhalleshanu dëshiron që në zemrën tënde dhe timen ta mbjellje mendimin se Allahu duhet të jetë prioritari, i pari dhe më i madhi në jetën.